24 mars. Shërbesa dhe frika e njeriut. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të çliruar, thot Zoti. Jeremia 1:8. Një pengesë e madhe për t'i shërbyer Zotit, sidomos për rinin, është frika e refuzimit dhe kundërshtimit. Në mendje vijnë lloj-lloj mendimesh për faktin se si disa njerëz mund të mos e pëlqejnë mënyrën si veprojmë apo flasim. Njerëzit mund të mos bien dakord ose mund të ofendohen, mund të bëjnë një gabim dhe të më kritikojnë. Frika e njeriut është një pengesë e madhe për shërbesë. Prandaj Perëndia thot: mos ki frikë, sepse unë do të jem me ty dhe unë do të çliroj. Pranimi dhe aprovimi i Perëndisë janë më të vlefshme se të gjitha lëvdatat e njerëzve. Perëndia thot se në dhe përmes provave të tua, ai do të çliroj. Në fund, ti do të triumfosh. Ti do të jesh më tepër se fitimtar. E njëjta gjëna është premtuar të gjithëve neve sot në Krishtin Jezus. Perëndia ka thënë: nuk do të lë, as nuk do të braktis. Kështu mund të themi me guxim: Zoti është ndihmuesi im dhe unë nuk do të kem frikë. Çdo të më bëjë njeriu. Hebrejve 13:5-6. Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Romakëve 8:31. Prandaj Perëndia i tha Jeremias sëri, dhe Perëndia po flet të rinjve sot, të cilët po i thëret të shërbejnë atij, dhe të gjithëve ne: mos thuaj jam një djalosh, ose jam shumë i moshuar, ose justifikime të ngjashme. Jeremia 1:7. Pse? Sepse jeta jote është rrënjosur në premtimet sovrane dhe të palëkundshme të Perëndisë. Ti je zgjedhur, je shëndëruar, je formuar dhe je caktuar për një qëllim të madh, sepse pas shërbimit dhe të folurit tënd qëndron autoriteti i Perëndisë dhe jo autoriteti yt, dhe sepse vetë Perëndia do të jetë me ty për të çliruar në të gjitha provat e tua.